Do të thonë, ai që bën beje shumë, rrej shumë. Ai që çdo llafin e dytë thot pasha Allah, rrej shumë, tini sigurt për këtë pjesë. Kush thot 1 2 valla bila, di sa e rrej. Kjo është e qartë. Me beje në Allah rrej. Pasha Allah se kam bu. A çaj është aktori, çasoj belajës. Rrej në Allah. Astaghfirullah wa atubu ilay. Para kur të rrej skuq pak aty. Nuk skuqet, sikur të kanë gjyra bardhë xhamisë aty. Hiç si livrit do Allah fytyra aty. Thom rrejnë me beje. Ditën kur Allahu do t'i ringjall ata të gjithë bashkë për llogaritë atyve, thot ata do t'i betohen atij, këshire. Ato që kanë rrejnë në dunjë me beje, kanë me bo beje dhe para Allahut azza wa jall, siç i betu, do të thonë në dunjë. Po Allahu azza wa jall thot mendojnë ata se me atë betimin që e bojnë, thot kanë marrë diçka, pa dyshim që ato janë gënjeshtar. Do të thonë ai që bën beje shumë, rrejnë shumë. Ai që çdo llafin e dytë thot pasha Allah, rrejnë shumë, tini sigurt për këtë pjesë. Kush thot 1 2 valla bila, di sa e rrej. Kjo është e qartë. Pse ka nevojë me bobe? A di ose dikush thot, çket mohabetin e kam të vërtetë. Do thon këtë rrejna çera ti. E kupton? Trahton goja jote. Çket mohabetin pe gallxoja di kështu 100%. A çera 20%. Në vërtetë 80% i kështu.